Jeni nga ata personalitete politike që mendoni Partia Demokratike nuk vjen në pushtet, sepse Edi Rama vjet zgjedhjet dhe vetëm këtu kanalizohemi dhe definojmë. Jo, kanalizohemi të kjo. Unë them të gjë. Shqipëria pa të zhbërë këtë sistemin, i cili është shumë i rrezikshëm, është shumë i fuqishëm. Pra nëse ato që diskutuam herën e kaluar, që shërbimet sekrete gjermane, detyrojnë, i bëjnë presion politikës gjermane, sidomos asaj ministrisë jashtme, për të mbajtur qëndrime të tilla, do të thotë që ky vend është shumë i fuqishëm, derisa i ka hapur probleme Gjermanisë. Dhe ky lloj sistemi real politik që është ndërtuar në Shqipëri, është i tillë që ai të blen gjithçka. Dhe nëse ne marrim një manual politike dhe themi rrim tek fryma, tek artikulimi, tek vlera, tek pastërtia e figurës, ky është një manual politik që qëndron realisht dhe teorikisht. Në Shqipëri nuk qëndron. Pse? Se njerëzit më anonim, që nuk i njeh askush, që nuk artikulojnë politikisht, që nuk kanë mendim politik, që nuk i inspirojnë turmat, janë njerëzit më të votuar në Shqipëri. Pra këtu bie kjo logjika demokratike politike. Dhe mos citoj tash filozof se do t'i lodh njerëzit që demokracia është një sistem që funksionon sipas një nga të famshit gjerman që thotë është një sistem që funksionon vetëm në kohën me diell. Dhe kush i garanton zgjedhjet në demokraci? Kam pasur biseda me OSBE-n. Kjo është manuali i politikës, i garanton shteti, i garanton policia. Tani kur shteti, policia, bashkia, qeveria janë të gjithë kundra teje, ti nuk ke më sistem demokratik. Kur ke polici në terren, kur ke krimin organizuar në terren, dhe ky është sistem, kjo nuk ka të bëjë me PD-n dhe pasojë kush do të ishte. Ky është një sistem për të zhvilluar një garë, shteti i së drejtës garanton zgjedhjet, shteti vet garanton zgjedhjet, ai është arbitri që bën të mundur të zhvillohet loja politike. Dhe unë mendoj që edhe ndaj njerëzve që na shikojnë, dhe ata që kanë mend të dalin nëpër studio, të ketë një qëllim të këto lëvizjet masive, si në mendim, si në rrugë, si në protest, duhet të dobësojnë sistemin. Pa zhbërë sistemin, ne nuk bëjmë dot demokraci. Si dobësohet sistemi? Se për çmontim ndoshta s'mund të flasim, sepse e definojmë ndryshe. Por gjithsesi si dobësohet ky sistem? Dhe në gjithë të situatë që ju thoni, zoti Alizoti, ka një faktor shumë të rëndësishëm, një element shumë i rëndësishëm që është spaku, apo jo? Spaku po ndikon shumë, spaku, le të themi, ka sjell shumë situata që mund t'i shfrytëzonte shumë mirë opozita. Por nga ana tjetër, dakord, pra, po opozita ende nuk është në unison për spakun. Nuk janë në një mendim, ka mendimet kundërta. Dhe që këtu ndoshta fillon problem. Jo. Në lëvizjet e ndryshimet politike në çdo lloj shoqërie nuk vijnë nga sistemet gjyqësore, vijnë nga lëvizjet politike dhe shoqërore. Në këtë fazë që jemi ne, drejt një piratërie, autokracie, se nuk është demokraci më. Kjo ka forma, duket, po nuk është më shteti i drejtës Shqipëria, ja, nuk është shteti i drejtës. Se nëse një njeri që s'paguan dritat, burgoset, shoqërohet në vend, dhe numri 2 i qeverisë, njeri shumë i rëndësishëm në politikë, saqë edhe qeverinë e ka ndërtuar si çdo vet. Për një kohë gjatë nuk mblidhet komisioni i mandateve. Nuk mblidhet parlamenti për mandatet. Edhe po u mbledhur, jam i bindur, kjo është bindje ime personale, që nuk do t'ja lëshojnë atë mandatin, ti tregon që ti nuk ke një shtetës drejtës. Dhe kjo ndodh publikisht, se dhe në shumë vende të botës të zhvilluara mund të ndodhin shumë gjëra, po në moment që ato janë publike, nuk fshihen dot më. Ne po flasim për një akt publik. Dhe spaku ka bërë atë punën që i takon të bëj, ka zbërthyer disa çështje, po demokracinë në sisteme kur nuk e mbrojnë më dot institucionet, do ta mbrojë shoqëria. Dhe në ato vende që janë më demokratike se ne, çfarë ndodh atje? Nëse ndodh një skandal dhe ka një çedim të sistemit, të partisë politike, të politikës, mbushin turmat rrugët dhe e detyrojnë qeverinë, pra e ulin në gjunjë qeverinë. Dhe kjo në fund pas tyre check and balance, i fundit që kontrollon është shoqëria dhe opozita nismën dhe bashkëbisedimi me shoqërinë po e bën tërkohës. Por ky sistem narko e autokratike që mos i vëjmë shumë terma politik, ka një gjë, ky sot pushtetin e bazon si çdo pushtet që shkon drejt autokracisë tek propaganda. Dhe propaganda që është masive, mediatike, në çdo cep në Shqipëri është që nuk bën opozita. Nuk frymëzon. Dhe një herë, fjala frymëzim, këtu nuk do të zbresë në një profet nga qielli do bëhet shqiptarët. Opozita përpiqet në çdo moment. Por unë mendoj që edhe shoqëria duhet bashkë
me opozitën të bashkohet dhe të çmontoj sistemin. Ka diskutim, ka një apati për pjesëmarrjen protesta e gjitha, shoqëria është bërë apatike. Është e lodhur, sepse është e vështirë si rrugë, nuk është e lehtë. E kuptoj, por unë do doja prej jush të më identifikonit probleme kryesore që ka opozita sot. Apo Partia Demokratike që deri diku e penalizojnë për të ecur përpara apo aty ku duhet. Tani unë po nëse më pyesni për gjithur probleme, mund të gjej probleme pafund nëse. Jo, unë them ato që vërtet ndikojnë. Po unë edhe një herë, nëse probleme ka çdo grupim politik. Por në këtë situatë, edhe këtë jam i bindur, nuk e them, jam i bindur, nuk kam çdo të dori përsëris veten. Jam i bindur në një situatë politike ku nuk ndodh dhe nuk ka më konkurrent tezash politike, po ka grupe interesi, grupe shumë të fuqishme, kartele, dhe kur partia shtet nuk ndodhin më zgjedhje, nuk ka më gardë mirëfillt. Unë nuk besoj që në Elbasan përse e ka marrë 10 mandate, nuk i merr dot. Unë nuk besoj që në Fier, si Zoti Bardhi, që është një politikan i Zotit, të ketë dalë rezultat. Nuk e besoj. Sepse e di që aty ka shkuar një njerëz me miliona, mos them ndaç euro, ndaç dollara, e di këtë gjë. Dhe ky është një perceptim logjik. Nuk ndodh. Nuk ndodh të dikur siç ndodhi në Dibër, që ishte një zonë e djathtë, pas kaq vitesh pushtet, se politika është e ngjashme, është racionale, është arsyeshme. Nuk të ndodh që pas kaq mandatesh në pushtet, me kryetarin e bashkisë, me kriza, me një zëvendës kryeministër që tik, me vjedhje pafund, ti rritesh me këtë masë kaq të madhe politike. Si ndodh kjo? Ku ka logjik politike kjo? Gjeni politolog në botë që shumë herë më i zgjuar, se unë do ta shpjegoj. Nuk ka manual që shpjegohet. Është blerje. Dhe shkojnë njerëzit, kush shkojnë njerëzit më të pasur në Shqipëri, pra, siç përflitet, është zëvendës kryeministre që ka dhënë përgjime. Çfarë ka bërë ato para? I ka hedhur në fushat. Po ti hedhësh dhe në Gjermani ato para në fushat, edhe atje mund dalësh. Se ka atje njerëz në halle, ka njerëz që rrinë në përtrena, që flenë jashtë, ata mund t'i blesh. Po atje është shteti i drejtës që ndalon këtë gjë. Dhe siç përmendët Spakun, unë nuk kam parë një dosje hetimi real për zgjedhjet. S'ka problem, se zgjedhjet bazuar dhe të kriteret e Kopenhagenit, ku ne duam të hyjmë në BE, janë thelbi. Është esenca dhe shtylla kryesore e demokracisë. A ka opozita? Unë mendoj opozita po përpiqet në të gjitha mënyrat dhe është bërë ka momente që radikale sepse i është mbyllur e gjithë hapësira e saj politike në parlament. E qartë. Kuptoni që duhet të shkojë gjithë parlamenti. Unë kuptoj dhe me mazhërancën përballë e kuptoj. Ky është realiteti. Por ka edhe diçka që duhet të ishte opozita më e mirë pra. Jo, pritani. Ka një proces zgjedhor që do të jetë në Partinë Demokratike. Që këtu mundoshta për të gjithë ata që pretendojnë ndryshe, mund të nisë ndryshimi. Unë nuk e di për ju dhe dua në këtë studio mendimin tuaj zoti Alizoti, por për gjithë ata që mendojnë që Edi Rama nuk ikën me Berishën në krye, ju çfarë mendoni? Nëse do t'ishte dikush tjetër që do t'ishte në drejtimin e Partisë Demokratike, a mund ta sillte në pushtet? Unë kam të mendim. Tani unë nuk e trajtoj politikën si dëshirë, po e trajtoj pra në konceptin tim si një real politik. Që do të thotë. Ta them, ndryshimi është dëshirë. Ai do ndodhi në faktor. Por domosdoshmëri shpeshherë. Patjetër, po duhet plotësohen disa kushte, duhet arritur një pikë kritike që të ndodhi ndryshimi. Jemi? Po e shpjegoj. Tani, në Shqipëri kemi dëgjuar shpesh që themi zona gri kjo gjitha partitë e reja. Bilanci zgjedhor, ai i manipuluari, ka treguar që partitë e mëdha janë PS, PD dhe zbresin shumë përqind dhe te këto shumë përqind shkojnë te partitë e vogla. Po të donte shoqëria të bënte ndryshimin e madh dhe mos donte partitë e mëdha, partitë e vogla në terren, të paktën do kishte manipulim, siç ka pasur në zgjedhje, por do kishin shumë vota. Pra, shoqëria shqiptare këto kanë ndarë si partitë e mëdha. Dhe sot në Partinë Demokratike njeriu me aksionet më mëdha është Berisha. Se çdo doja unë dhe ju e shumë tjerë bashkë me mua, kjo është diçka personale që unë se ndaj me ju. Por realiteti politik është ky. Dhe ende mbetet faktor i rëndësishëm aty, Berisha. Kjo është zgjedhja e tij, se çdo me vazhdimin e saj. Por në këto momente real politikës, këta janë faktorë të rëndësishëm politik. Ju jeni për një rishpikje të Partisë Demokratike kur thuhet dhe e gjeni këtu si term të duhur? Dëgjoj, unë mendoj njëherë që Partia Demokratike ka një mision kryesor. Në rreth të parë të filloj njëherë të luftoj sistemin dhe të dëmtoj sistemin. Po s'ka kohë. Kur koha është kundër si Jo, unë nuk besoj që koha është kundra e PD-s, koha është pro. Jo, nuk thash kundër PD-s. Po thon, tani këtë gjë vendosin demokratë, nuk e vendos dot unë. Pra unë nuk kam marrë, në atë kohë kam pasur një pozicion që nuk isha dakord për luftën, nëse po rikujtoj këtu për ju dhe për publikun. Kur ka ndodhur çarja në PD që ishte Bashe dhe Berisha, kisha një kohë të gjatë që nuk isha dakord për luftën e brendshme dhe nuk u pozicionova në palët.
Dhe nuk kam marrë pjesë në votime. Pra, nuk kam pasur mundësi të votoja as Bashën dhe as Berishën. Dhe ajo mas demokratësh vendosi Berishën si zgjedhës. Tani se çdo ndodhi në prill është qëndrimi. Si do të bënit nëse do të ishit në votim?